Partia Demokratike ka postuar një humbje të paprecedent në Sarandë, duke regjistruar rezultatin më të dobët në historinë e saj politike, madje edhe më keq se ai vitit 1997, kur vendi ndodhej në një kaos total. Me mbylljen e numërimit në qarkun Vlorë dhe përfshirjen e votave të diasporës, ndarja përfundimtare e mandateve është 9 për Partinë Socialiste dhe vetëm 3 për Partinë Demokratike, një katastrofë politike për PD-n, veçanërisht në Sarandë, kur dikur dominonte bindshëm. Në vitin 2003, Partia Demokratike fitoi çdo bashkie komunë në zonën e Sarandës, por sot kjo zonë ka kthyer krahët plotësisht, një rezultat që pasqyron jo thjesht rënien elektorale, por një ndëshkim të hapur nga votuesit. Një faktor kyç që ka ndikuar në këtë rënje është edhe prania e Ina Zhupës si përfaqësuese e qarkut Vlorë, përfshir Sarandën. Zhupa e njohur për lidhjet e diskutueshme me tendera të marrë nga qeveria socialiste, ndërkohë që vetë ishte pjesë e opozitës, është perceptuar nga një pjesë e madhe e elektoratit si simboli i opozitës së kapur, pa zë dhe pa integritet. Ky perceptim ka ushqyer zhgënjimin dhe sidomos në zonat ku PD-ja dikur gëzonte mbështetje masive. Votuesit e djathtë, të lodhur nga pazaret politike dhe mungesa e një qëndrimi të fortë opozitar, ose kanë qëndruar në shtëpi, ose kanë votuar alternativa të reja. Lista e kandidatëve ofruar nga PD për këto zgjedhje ishte e dobët dhe pa figura frymëzuese. Kandidatët nuk arritën të krijonin lidhje reale me publikun, duke lënë përshtypjen e një force politike të dorëzuar dhe të shkëputur nga realiteti. PD nuk po humb thjesht vota në Sarandë, po humb terren politik në mënyrë të pakthyeshme, nëse nuk ndodh një reflektim serioz, një reformim i thellë dhe një ndarje e qartë me figurat që kanë konsumuar besimin publik. PD rrezikon të zhduket përfundimisht nga harta elektorale e jugut. Saranda ka folur qartë, votuesit nuk e duan një opozitë që bashkëpunon me pushtetin për interesat personale.